Ka thënë dhe një fjalë shumë interesante, tefsirin e surës Felek, ku Allah i lartësuar thot, wa min sharri naffathatin fil uqad. Kërkojnë mbrojtje nga Allahu prej magjistarëve të cilët fryn nyja për të bërë magji. Është në surën Felek, sura e parafundit. Dhe ky bën një interpretim që në atë kohë kur ta mendojmë më mirë atë kohë, media ka qenë shumë larg kohës së sotme. Kishte ndonjë radio, ndonjë kamer të madhe që duhej shumë burra ta banin atë etj me radhë. Dhe ai këtij ajeti do t'i bëjë një interpretim shumë të shkëlqyer për të paraqitur realitetin e asaj kohe, ku mendoj se është një nga përshkrimet më të bukura që i bëhet kohës tonë. Dhe thot, ky ajet që Allahu thot për të ruajtur ne si besimtar nga magjistarët për të kërkuar mbrojtje nga Allahu i lartësuar, shkon pa diskutim edhe me median, e cila bën një manipulim aq të madh në lajmet që transmeton dhe i hedh hi syve njerëzve, media e cila është e blerë nga qeveritarët, ku vetëm për shkak të interesave të qeveritarëve ajo mund ta transmetoj luftën si paqe dhe mund ta transmetoj atë çfarë është diçka kriminale si diçka për qëllime madhore. Dhe kjo është fuqia e medias kur është në dorë të shitur, në dorë të njerëzve të cilët e përdorin për interesat e tyre manipulative në dëm të shoqërisë, në dëm të vendit dhe në dëm të kombit. Dhe pa diskutim pra me të madhe dëshmojmë atë se gjithë ky diskutim që po bëjmë është për të nxjerrë në pa madhështinë e fjalës profetit sallallahu alejhi wasallam që do të përhapet gënjeshtra. Dhe ajo çfarë na intereson neve, të nderuar besimtar, është se besimtari nuk duhet të mashtrohet. Besimtari nuk duhet të manipulohet.